Stafin fillim e kemi pas një staf shumë më të vogël se kemi fillu nga oja, po me kalimin e kohës kemi zhvillu më tepër, kemi bë edhe këto 2 pika në Gjakov, që kemi pikën 1 dhe pikën 2, ku kryen gjitha shërbimet, janë të dyja me ordinanca komplete për përcaktim dioptrisë, por krahas asaj edhe për shërbime tjera, domethënë vizitat që bëhen te klientat, matja shtypjes, shiqimi i vizionit, mandej e kemi trupat e huaj mund të heqin, mund të bëjmë mjekimin e smundjeve të ndryshme, shka mund të bëhet në mënyrë ambulantore, kuptohet, jo ato që janë hospitalike. Ka shumë gjëra që mund t'i bëjmë këto. Kur thash të stafi ka është shumë i rëndësishëm, se ato që mjeku e përcakton duhet mi përcjell stafi. Edhe kur bëhen ato përzgjedhjet, ato edhe këto gjithmonë duhen me i kompletu. Rruga e kompletimit punës deri në fund, derisa kur punon edhe syzet në fund, edhe atëherë klienti më na dal gjithmonë i kënaqur nga këto. Tash kemi një staf normal më të madh, se kemi 2 pikat. Një kohë kemi pas doktor Ermal Diden, që na vinte në atë pikën tjetër, me qenë se unë mbasi kom filluar në këtë pikë, nuk kam lëviz këto. Se tash më vjetër më kanë lënë mos më hendë. Kurse atje ka punu doktor Ermali 2 herë në javë, pastaj një kohë ka punu edhe 1 herë në javë, po prej vitit ri vet e ka ndërprej. Por tash e kemi edhe një doktoresh që na ka ardhur, një specialiste e re, është doktoresh Alisa, që është shumë e mirë ardhur për ne, është një eksperte e mirë, kështu që jemi kompletu edhe me doktoreshën,